Kur urzohet Engjelusha dhe Mergimi. Ditën e sotme do të mbetet një datë e shënuar për këngëtaren Engjelusha Saliu. Këngëtarja ka kurorzuar dashurinë me partnerin e saj, Mergimin, në një ceremoni civile të mbajtur në Zvicër, aty ku çifti jeton dhe ka nisur jetën e përbashkët. Lajmin e ka bërë të ditur vetë Engjelusha përmes një postimi në rrjetet sociale, ku ka ndarë një fotografi për krah bashkëshortit të saj përpara ndërtesës komunale, duke mbajtur në duar dokumentin e martesës. Në mbishkrimin e postimit ajo shkroi: "Sapo nënshkruan për jetësinë tonë", duke bërë që ndjekësit ta uronin për këtë hap të rëndësishëm. Ky moment vjen pas një vere të ngarkuar me dasma angazhime artistike për këngëtaren, e cila tashmë duket se ka filluar të shijojë jetën e qetë familjar me bashkëshortin e saj. Kujtojmë që në muajin korrik çifti organizoi një dasëm madhështore sipas traditave shqiptare, ku morën pjesë familjar miq dhe emrat e njohur të skenës muzikore. Dasma komentua gjerësisht për atmosferën, veshjen elegante dhe emocionet që përquan Engjelushën dhe Mergimin. Me këtë hap të ri duket se këngëtarja ka mbyllur me sukses një vjerë të ngarkuar profesionale dhe e ka nisur vjerë me gëzime të mëdha në jetën personale. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.